Ju përshëndes të gjithëve, do jemi së bashku në këtë edicion informativ me mua, Ernilda Luzi. Administrata tatimore ka mbledhur 379 milion euro në muajin prill të këtij viti, duke rritur ndjeshëm të ardhurat në raport me një vit më parë si dhe në tejkalim të planit. Ndikim të rëndësishëm ka dhënë zëri i tatimit mbi të ardhurat personale. Tatimore ka arkëtuar afro 379 milion euro vetëm për gjatë muajit prill të këtij viti. Referuar të dhënave zyrtare nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, të ardhurat për gjatë muajit që lan pas janë 3.6 miliard lekë apo 36 milion euro më të larta krahasuar me prill 2024. Po ashtu edhe në raportin e planifikimin e bërë, të ardhurat tatimore kanë kapërcyer me 3 milion euro. Të ardhurat tatimore përfshin të ardhurat nga TVSH neto në vend, tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat personale, taksat nacionale të tjera. Gjatë 4 mujorit 2025, të ardhurat arritën në 153.9 miliard lekë apo rreth 1.5 miliard euro, duke tejkaluar planin me 12 milion euro, me një rritje konsiderueshme prej 15.9 miliard lekë apo 159 milion euro krahasuar me 4 mujorin 2024. Peshën kryesore në rritje kanë mbajtur të ardhurat e gjeneruara nga tatimi mbi të ardhurat personale, të cilat kanë pësuar një rritje të konsiderueshme për shkak edhe të pagesës së detyrimeve tatimore përmes divas dhe rritjes së numrit të punonjësve që kanë plotësuar këtë deklarat. Po ashtu kontribut të rëndësishëm ka edhe tatimi mbi vlerën e shtuar, çka tregon edhe konsumin në rritje në popullat. Ndërkohë një zë tjetër që po njeh rritje progresive lidhet me të hyrat nga fondet speciale, sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të mbledhura nga administrata tatimore, të cilat gjithashtu reflektojnë reformën e rritjes së pagave dhe ato kundër nëndeklarimit të tyre. Barra e pagesës së kredisë ka rënduar më shumë të bizneset e mëdha në gjysmën e dytë të vitit 2024. Sipas të dhënave të Bankës së Shqipërisë, pagesa e kredisë ka rezultuar disi në zbutje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. Në gjysmën e dytë të vitit 2024, bizneset e vogla rezultojnë me më pak kredi të marra nga bankat, ndërkohë që huamarrjet e bizneset e mesme ka rezultuar disi në rritje gjatë periudhës dhe të ndërmarrjet e mëdha kanë mbetur e pandryshuar. Bizneset kanë marrë kryesisht kredi për përballimin e shpenzimeve afashkurtra dhe për kryerjen e një investimi afatgjatë, krahasuar me 6 mujorin paraardhës. Pesha e ndërmarrjeve që kanë marrë kredi për të përballuar shpenzimet afashkurtra është rritur në rastin e bizneseve të mesme dhe atyre të mëdha, ndërsa për bizneset e vogla kjo peshë ka mbetur e pandryshuar. Në të njëjtën kohë, të gjitha llojet e bizneseve kanë marrë më shumë kredi për kryerjen e një investimi afatgjatë. Një peshë të rëndësishme vijon të ketë marrja huas për më shumë se një qëllim, ku dominon kombinimi të dy qëllimeve të mësipërme, si dhe kombinimi për përballimin e shpenzimeve afashkurtra dhe shlyerjen e një huaje më të vjetër. Bara e pagesës ka rezultuar më e lartë të ndërmarrjet e mëdha, ku rreth 28% e tyre raportojnë se kjo pagesë i tejkalon 20% të ardhurave, peshë e cila është rritur. Në të kundërt, bara e pagesës ka rezultuar disi në zbutje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, dhe pesha e tyre që deklarojnë se kosto e huas tejkalon 20% të ardhurave ka shënuar rënje. Pjesa më e madhe e bizneseve, rreth 74%, deklarojnë se pagesa e huas arrin deri në 20% të ardhurave të tyre, dhe kjo peshë ka rënë me 1 pikë përqindje. Sipas vërejtimit më të fundit të Bankës së Shqipërisë mbi huamarrjen e 6 mujorin e dytë 2024, bizneset e vogla dhe të mesme kanë marrë kryesisht kredi në lekë. Rreth 51% dhe 56% e tyre deklaruan se kanë vetëm hua në lekë. Megjithatë, në rastin e ndërmarrjeve të vogla, kjo peshë ka rënë me 5 pikë përqindje gjatë periudhës, duke u zhvendosur drejt huamarrjes në valutë, ndërsa në rastin e ndërmarrjeve të mesme dhe atyre të mëdha ka ndodhur e kundërta. Për të përballuar kostot e shërbimit të huas, ndërmarrjet gjatë periudhës janë mbështetur kryesisht në përdorimin e rezervave të ndryshme, në 26% të rasteve dhe kombinimin e disa mënyrave. Rritja e çmimit të produkteve apo ulja e shpenzimeve të biznesit janë përdorur vetëm në 16% të bizneseve huamarrëse. Për gjatë vitit që lan pas, mbi 67.000 fermerë përfituan fonde në bujqësi. Numri më i lartë i përfituesve i përket skemës së naftës falas për të punuar tokën. Mbi 67.000 fermerë në të gjithë vendin kanë përfituar financim nga skema e subvencioneve në bujqësi për gjatë vitit 2024. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Bujqësisë tregojnë se janë disbursuar fondet konkretisht për 67.132 përfitues në total, nga të cilët 14.937 përfitues nga skema kombëtare, nga 13.900 të planifikuar,
si dhe 52.195 përfitues nga 31.500 të planifikuar nga skema e subvencionimit të naftës për bujqësinë. Nga totali i përfituesve janë 2.425 gra që kanë përfituar fonde nga skema kombëtare, si dhe 5.043 gra nga skema e subvencionimit me naftë për bujqësinë. Për gjatë vitit që lan pas kanë aplikuar pranë Agjencisë së Zhvillimit Bujqësor dhe Rural 69.858 fermer, ndër të cilët rreth 15.597 aplikantë në skemat kombëtare dhe 54.255 për mbështetjen me naftë për bujqësinë. Numri më i lartë i fermerëve të kualifikuar i përket mbështetjes për blegtorin, ndjekur nga bletaria dhe bimët mjekësore. Nëse krahasojmë numrin e aplikantëve me atë të përfituesve, janë vetëm 2.728 fermerë të cilët janë skualifikuar dhe nuk kanë arritur të përfitojnë për shkak se nuk kanë plotësuar dokumentacionin përkatës. Ndërkohë vijojnë të hapura aplikimet e fermerëve për skemën kombëtare të subvencioneve 2025 deri më 30 maj, ku u jepet mundësia që të përfitojnë edhe ata që nuk kanë arritur të financohen për gjatë vitit që lan pas. Fondi për këtë vit është 3.2 miliard lek dhe do të jepet më shumë prioritet në financim shoqërive të bashkëpunimit bujqësor, të cilat nuk do të kenë kufizim në fonde. Forcat e armatosura të Indis kryen sulme kundër Pakistanit si përgjigje ndaj një sulmi militant në Kashmir që shkaktoi 26 viktima. Pakistani akuzoi Indin për shkelje të sovranitetit, ndërsa komuniteti ndërkombëtar bëri thirrje për ulje të tensioneve. India njoftoi se forcat e saj të armatosura kishin kryer sulme kundër Pakistanit dhe atyre që i quan Jammu dhe Kashmir të pushtuar nga Pakistani duke synuar infrastrukturën terroriste. Veprimet tona kanë qenë të fokusuara, të matura dhe jo përshkallëzuese. Asnjë strukturë ushtarake pakistaneze nuk është synuar, tha Ministria e Mbrojtjes së vendit. Operacioni që sipas ministrisë tha se kishte për qëllim në 9 vende nga ku janë planifikuar dhe drejtuar sulme terroriste kundër Indis, vjen pas një sulmi militant muajin e kaluar në Pahalgam, Jammu dhe Kashmir, në të cilin u vran 26 persona. Ne po i përmbahemi angazhimi se ata që kanë kryer këtë sulm do të mbajnë përgjegjësi, tha deklarata. Ministria shtoi se India kishte treguar përmbajtje të konsiderueshme në përzgjedhjen e objektivave dhe metodën e ekzekutimit në operacionin Sindor. Termi Sindor i referohet një pudre me ngjyrë të kuqe ose portokalli që vendoset kryesisht nga gratë e martuara hindu-indiane. Në një konferencë për shtyp më vonë, sekretari i jashtëm i Indis, Vikram Misri, tha se një grup i quajtur Fronti i Rezistencës kishte marrë përgjegjësinë për kryerjen e masakrës në Kashmir, duke akuzuar atë si një dek të organizatës terroriste Lashkar-e-Taiba me bazë në Pakistan, e cila është ndaluar nga Kombet e Bashkuara. Pakistani ka mohuar pretendimet. Ministri i Informacionit i Pakistanit, Ataullah Tarar, akuzoi Indin për shkelje të sovranitetit territorial të vendit të tij dhe sulm ndaj popullsisë civile. Një zëdhënës ushtarak pakistanez tha se 26 pakistanezë u vranë dhe 46 u plagosën gjatë sulmeve. Shumica e linjave ajrore po devijojnë fluturime nga hapësira ajrore pakistaneze, sipas gjyrmuesit të fluturimeve Fly Radar 24. Linjat ajrore indiane si Indigo dhe SpiceJet thanë se aeroportet në Indinë Veriore dhe fluturimet u ndikua nga kjo situatë. Linja ajrore lindjes së mesme, Qatar Airways, ka pezulluar përkohësisht fluturimet për në Pakistan për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore pakistaneze. Presidenti i SBA-s Donald Trump u tha gazetarëve në shtëpinë e bardhë se mendoi se njerëzit e dinin se diçka do të ndodhte bazuar nga e kaluara. Është për të ardhur keq, tha Trump, duke shtuar se shpreson që të përfundojë shumë shpejt. Sekretari i Shtetit i SBA-s Marco Rubio tha se po e monitoronte nga afër situatën dhe do të vazhdonte angazhimet drejt një situate paqësore. Nga ana tjetër, Ministria e Jashtme e Emirateve të Bashkuara Arabe i bëri thirrje Indisë dhe Pakistanit të ushtrojnë përmbajtje, të ulin tensionet dhe të shmangin për shkallëzimin e mëtejshëm që kërcënon paqen rajonale dhe ndërkombëtare. Importet farmaceutike në SBA u rritën ndjeshëm në mars duke arritur mbi 50 miliard dollar. Prodhuesit e banave shtuan furnizimet për të shmangur pasojat e tarifave të mundshme nga administrata Trump. Importet farmaceutike në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u rritën në muajin mars, ndërsa prodhuesit e ilaçeve u furnizuan me mallra përpara tarifave të mundshme për produktet e tyre. Importet totale të produkteve farmaceutike te i kaluan 50 miliard dollar në muaj, ekuivalente i 20% të gjitha mallrave të huaja farmaceutike në vitin 2024, sipas të dhënave nga një raport i Departamentit të Tregtisë. Produktet e jashtme u rritën veçanërisht nga Irlanda, eksportuesi kryesor i medikamenteve në Shtetet e Bashkuara. Vendi pati një suficit tregtar
tregtar më të madh se Kina me SBA-n për herë të parë në mars. Importet e të gjitha mallrave nga Irlanda u rritën me rreth 15.5 miliard dollar nga shkurti, me ilaçet që përbënin pjesën më të madhe. Ndërsa e dinim që mallrat e konsumit përbënin pjesën më të madhe të rritjes së marsit, tani mund të shohim se produktet farmaceutike ishin 20 miliard dollar më të larta, pothuajse të gjitha të importuara nga Irlanda, theksojnë ekonomistët amerikan. Presidenti Donald Trump ka kërcënuar vendosjen e tarifave për produktet farmaceutike si pjesë e një politike tregtare që ai thotë se do të rrisë prodhimin vendas. Muajin e kaluar administrata Trump nisi një hetim mbi importet e produkteve farmaceutike përpara se të vendoste tarifa të mundshme, me arsyetimin se mbështetja e gjerë në prodhimin e huaj të ilaçeve është një kërcënim për sigurinë kombëtare. Presidenti amerikan tha se do të nxirrte një njoftim mbi tarifat në 2 javët e ardhshme. Ai gjithashtu lëshoi një urdhër ekzekutiv që synon lehtësimin e barrës rregullatore në SBA për prodhimin e ilaçeve. Në muajt e fundit prodhuesit deklaruan se kishin ndërmarrë hapjen e pazakontë të dërgimit të më shumë ilaçeve nga ajri në Shtetet e Bashkuara. 2 nga prodhuesit më të mëdhenj të medikamenteve në SBA thanë në telefonatat e fundit me investitorët se kishin rritur përpjekjet për të shtuar inventarin si pjesë e përgatitjes së tyre për tarifat. Industria farmaceutike përlemron se tarifat e mundshme të Trump për barnat do të rrisin ndjeshëm çmimet dhe do të ndërpresin furnizimin. Pasojat do të ndihen më shumë në SBA, ndërsa kostot më të larta do të vendosin në rrezik jetën e pacientëve. Amerikanët do të vuajnë më shumë nëse Donald Trump vendos tarifa për importet e produkteve farmaceutike, pasi ilaçet do të bëhen më të shtrenjta dhe të papërballueshme për disa njerëz, kanë paralajmëruar burime nga industria. Prodhuesit e ilaçeve janë përgatitur për taksa kufitare të ngjashme me detyrimet për 25% për importet e çelikut, aluminit dhe makinave, pasi presidenti amerikan kërcënoi të godiste sektorin dhe njoftoi një hetim muajin e kaluar. Trump la të kuptojë se do të kishte një lehtësim për kompanitë, duke thënë se do të jepej kohë për të zhvendosur operacionet e tyre në SBA, por pas kësaj do të ngrihet një mur tarifor, shtoi ai. Kryeni kompania kryesore zvicerane tha se tarifat do të çonin në ndërprerje të furnizimit dhe në rritje të çmimeve, duke I goditur më rënd pacientët amerikan. Kjo do të ndihet më shumë në markat e lira të ilaçeve. Ne po prodhojmë produkte me një diferencë shumë të vogël në çmim. Ky është natyra e industrisë son, pra në fund kosta më e lartë e prodhimit, duke përfshirë tarifat, do të çojnë në çmime më të larta. Mund të ketë edhe më shumë ndërprerje të furnizimit, sepse disa firma mund të largohen nga SBA-ja dhe të përshëndrohen në tregjet ku mund të bëjnë më shumë biznes. Rreziku është që pacientë amerikanë të vuajnë më shumë, tha kreu I kompanisë zvicerane. Tashmë ka mungesa të vazhdueshme të barnave në SBA, Mbretërinë e Bashkuar dhe vende të tjera dhe tarifat potencialisht do ta përkeqësonin situatën, duke prishur zinxhirët e gjatë dhe kompleks të furnizimit global. Një tarif për 25% të SBA-s mbi importet farmaceutike do të rriste kostot e barnave në Britani me pothuajse 51 miliard dollar në vit, duke rritur çmimet deri në 12.9% nëse miratohet, sipas analize nga një firmë kontabiliteti. Për të shmangur tarifat që po afrohen, prodhuesit zviceran të barnave Novartis po investojnë përkatësisht 50 miliard dhe 23 miliard dollar në SBA në vitet e ardhshme. AstraZeneca e Britanisë njoftoi një investim për 3.5 miliard dollarësh në nëntor dhe tha japën e kaluar se po zhvendoste prodhimin e disa ilaçeve nga Evropa në Shtetet e Bashkuara. Gjithashtu Johnson po investon 55 miliard dollar për prodhimin në SBA gjatë 4 viteve të ardhshme. Kompania në New Jersey është me ndjeshme ndaj çdo tarife amerikane për shkak të prodhimit të lartë në të gjithë Evropën, duke përfshirë Mbretërinë e Bashkuar, Irlandën, Zvicrën, Italinë dhe Belgjikën. Por ndërsa kompanitë farmaceutike që kërkojnë çmime më të larta për produktet e tyre mund të zhvendosin prodhimin në SBA, është shumë e vështirë për prodhuesit e vegjël të barnave. Ilaçet që ata prodhojnë janë të lira dhe firmat operojnë me marzhe fitimi më të ngushta. Ekspertët e industrisë alarmojnë se jetët e njerëzve janë në rrezik nëse vendosen tarifa për barnat. Disa tretime nuk mund ta përballojnë ndërprerjen në zinxhirin global të furnizimit, nuk mund ta krahasosh me tarifat për automobilat. Nëse nuk përballon dot një BMW, bli një Ford dhe prapë mund të shkosh në punë. Nëse ke një rritje për 25% të kimioterapisë dhe nuk mund ta përballosh më trajtimin tënd, cila është alternativa? Njerëzit do të vdesin për shkak të shtrëngimit të ilaçeve, paralajmërojnë ata. Skechers do të privatizohet nga firma 3G Capital për 9.42 miliard dollar në blerjen më të madhe të industrisë atleteve. Kjo vjen ndërsa kompania përballet me tarifat e larta të vendosura nga administrata Trump dhe pasiguritë ekonomike.
Kompania Skechers do të shitet te 3G Capital për $9.42 miliard në blerjen më të madhe të industrisë së atleteve deri më sot, duke dalë nga tregjet publike pas 26 vitesh. Ky transakcion kryhet ndërsa marka e njohur përballet me ndikimin e tarifave të larta të presidentit Trump. Kina përbën një pjesë të madhe të importeve për biznesin e markës në Shtetet e Bashkuara. Analistët thonë se bisedimet për marrëveshjen mund të jenë përshpejtuar nga mjedisi makro i paqëndrueshëm i nxitur nga tarifat, dobësimi ndjenjës së konsumatorëve dhe marrëdhëniet e trazuara kin SBA. Ndaj kompania mund të ketë dëshiruar të përballojë këtë sfidë pa qenë në shqyrtimin e Wall Street. Skechers, Nike dhe Adidas America janë ndër kompanitë që i kanë kërkuar Donald Trump të përjashtojë atletët nga tarifat reciproke, pasi bizneset amerikane përballen me kosto më të larta dhe blerësit shtrëngojnë shpenzimet ndërsa përgatiten për një rritje të mundshme të çmimeve. E themeluar në vitin 1992, Skechers me seli në Kaliforni është bërë e njohur për atletët e saj që vendosin në plan të parë rehatin. Kompania është përballur me konkurrencën e fortë nga markat si Nike dhe hyrësit më të rinj si Hoka, fal zgjerimit të saj agresiv global dhe fokusit në vlerë. Atletët e saj kanë çmime diku midis $75 dhe $150 në faqen e internetit dhe kompania ka afërsisht 5.000 dyqane me bakisë në mbi 120 vende. Sipas analistëve, marrëveshja ishte shumë e habitshme pasi Skechers është parë gjithmonë si një biznes familjar me familjen themeluese Greenberg shumë të përfshirë në operacione. Firma e blerjes 3G Capital kontrolluar nga financuesi miliarder brazilian Jorge Paulo Lemann, është më e njohur për investimet e saj në sektorin e ushqimit dhe pijeve përmes kompanive të tilla si Kraft Heinz. Marrëveshja me Skechers pritet të mbyllet në tremujorin e tretë të këtij viti dhe do të financohet përmes një kombinimi të parave cash të ofruar nga 3G Capital, si dhe financimit të borxhit nga JP Morgan Chase Bank. Kemi mbërritur në fund të këtij edicioni informativ. Për më tepër informacione mund të klikoni në faqen tonë të internetit skantv.al, ku mund të gjeni gjithçka mbi ekonominë, bankat, sigurimet, tregjet financiare e të tjerë. Gjithashtu mund të na ndiqni edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, YouTube dhe LinkedIn. Faleminderit për vëmendjen, mirëpafshim.